Të mbijetuarit. Ky ka qenë program i ri që është prezantuar në Shkodër, një program që tenton të përcjellë historinë tek të rinjt, duke mos harruar të kaluarën. Thirrja për konkursin e fotografisë për të mbijetuarin do të lajmërohet në event. Konkursi i fotografisë fton pranimin e fotove që konsideron njerëz, vende, imazhe që i kanë mbijetuar komunizmit. Fotot fituese do ekspozohen në galerinë Arkapja, pranë Arka, me ekspozitën që do të hap dyer ditën e premte, me 11 nëntor 2016. Duam të lancojmë një projekt i cili në vetvete ka një rëndësi të veçantë, sepse edhe ne si shqiptarët tashmë po i rikthehemi, ose më mirë më thënë, po marrim hapin e shteteve të tjera europiane që të mësojmë nga e kaluara, pra mos të harrojmë të kaluarën, por të mësojmë nga e kaluara. Deri dje ne kemi shkatruar gjithçka që na lidhet me të kaluarën, ndërsa sot kemi dëshirë që të risjellim në kujtimet tona jo në jetë atë çfarë e kaluara, çfarë ka qenë e kaluara jonë dhe çfarë ne kemi pësuar nga kaluara jonë. Ne si muze besoj do të jemi ndoshta përfituesit e produktit final i cili do të dalë nga puna juaj. Dhe ne jena shumë kënaqur për këtë gjë sepse është hera e parë që bëhet një gjë e tillë në qytetin tonë dhe pikërisht Shkodra, si qyteti i cili ka qenë më i përsekutuar në gjithë qytetet e Republikës së Shqipërisë gjatë diktaturës komuniste, të jetë iniciatori i një projekti të tillë. Të shtunën me datë 17 dhjetor, 5 video të shkurtra me intervistat me të mbijetuarin do t'instalohen në vendin e dëshmisë dhe të kujtesës. Gjithashtu dhe 3 qeli, të cilat artistët e rinj kanë krijuar instalacione që kujtojnë eksperiencat e të mbijetuarve, do të hapen për publikun për herë të parë.